Gjesti dhe Jozi shfaqen bashk pas skandalit të Big Brother VIP Albania. Incidenti i bujshëm ku Jozi goditi Gjestin gjatë gjysmëfinales së Big Brother VIP Albania shkaktoi një valë të madhe reagimesh në rrjetet sociale, me shumë djegës që dënuan ashpër veprimin e tij. Megjithatë, ditën e sotme disa postime të bëra nga Jozi dhe Gjesti kanë trazuar rrjetin, duke ngritur dyshime se ata mund të kenë lënë pas përplasjen e tyre. Jozi publikoi një video në Instastory ku shihej duke drejtuar një makinë luksoze Lamborghini, edhe Gjesti postoi një foto ku shihej në një Lamborghini, këtë herë si pasagjer. Kjo koincidencë ka ndezur spekulimet në rrjet. A janë këto thjesht thumbime mes tyre apo sinjale të një pajtimi pas spektaklit?